Doktoresh, si duhet menaxhuar ekspozimin ndaj polenit në shtëpi apo edhe jashtë? Po, ekspozimi është i thjeshtë, fare i thjeshtë. Periudha e polenizimit zgjat prej orës 10 deri në orën 1 deri në 2. Do me thënë është ai mesi i ditës, kështu që për këta pacient themi që të mos dalin jashtë prej orës 10 deri në orën 3-4 të qëndrojnë brenda me dritare të mbyllura në mënyrë që poleni mos të futet në ambientet tona. E mirë është që në shtëpi të kemi ato ventiluesit e ajrit, të cilët i bllokojnë molekulat e tilla. Pastaj rrobat të mos thahen jashtë, por të thahen në brendi. Rrobave të mos i qesim aromatizues dhe përbërës të ndryshëm, të cilët kanë bazë bimore, të mos i ekspozohemi marrjes së produkteve në bazë bimore në formë të kremrave, shampove ose të mjeteve të ndryshme kozmetike, si dhe të kemi kujdes edhe në konsumimin e mjaltit, sepse mjalti rreth 35% përmban polene të caktuara, kështu që duhet të kemi kujdes edhe në këtë aspekt.